thata. Gjithmonë punoj me lulet e thata, pasi I adhuroj lulet e thata. Edhe lulja vendoset me silikon që të qëndrojë më mirë. Që mos të bjeri. Sa e bukur I dha shumë dritë. Tani do fillojmë me procesin e lyerjes. Po pjesa e bojës, po ashtu thahet shumë shpejt? Po thahet shumë shpejt se janë bojë akrilik që nuk të bëjnë pisë. Në rregull. Do të lyesh vetëm shkronjat apo edhe do të lyej lulen këtu në mes. E di që ndoshta kamera do donte ta shikonte. Jo, në rregull, duket. Po, duket. Okej, se nuk do të marr. Jo, pa me rast, se kemi shumë kamera këtu dhe të vjen shikohet nga të gjitha këndet. Po lyen dhe zemrën. Vetëm disa elemente, pra nuk ngarkohet shumë. Po vetëm disa elemente, sepse nuk dua që ta ngarkoj, se do dali pasaj një punim I rëndomt. E rëndësishme është që të lyhet zemra me domethënie zemre artë. Më pas, po tek pjesa e welcome? Do të lyej të gjitha shkronjat atje. Besoj I kërkon në internet për çdo fjalë që shkruan për ta verifikuar, se nuk të ndodh ndonjëherë që të ngatrosh ndonjë shkronjë, se me këtë anglishten edhe vetë faktikisht nuk shkruaj në anglisht. Nuk shkruaj në anglisht, I shkruaj në